Për vjetori i 250 i pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës që shënohet më 4 korrik, u kremtua me një ceremoni të veçantë organizuar nga ambasada në Tiranë, që bëri bashkë përfaqësues të institucioneve, trupës diplomatike dhe partner strategjik të Washingtonit. E ngarkuara me punë e Shteteve të Bashkuara në Tiranë, Nancy Van Horn citoi presidentin Donald Trump në mesazhin për ditën ku etrit themelues të SBA-s i shpallën botës se të gjithë janë krijuar të barabartë me të drejtën për jetë, liri dhe ndjekjen e lumturisë. Siç ka thënë presidenti Trump, edhe sot e kësaj dite këto fjalë japin jetë Republikës sonë, trazojnë zemrat e çdo qytetari dhe frymëzojnë mënyrën tonë të jetesës. Për gati 2 shekuj e gjysmë nuk ka pasur pengesë më të madhe ndaj tiranisë dhe shtypjes se sa këto fjalë të fuqishme. Duke theksuar se për 2 shekuj e gjysmë Amerika ka qenë një fener shprese për njerëzit në mbar botën që dëshirojnë të marrin frymë të lirë, diplomatja solli në vëmendje edhe rrugëtimin e vështirë të Shqipërisë dhe vlerësoi rrugën për demokraci. Shqiptarët e njohin mirë atë dëshirë, udhëtimi i kombit tuaj nga shtypja dhe izolimi drejt demokracisë dhe aleancës perëndimore është një nga historitë e mëdha të suksesit të kohës sonë. Ju po ndërtoni një shoqëri dhe institucione që nxisin parimet e lirisë dhe drejtësisë për të gjithë dhe e keni bërë këtë përmes guximit dhe sakrificës vetjake. Vlerësoi veçanërisht njerëzit dhe historitë që kanë ndikuar në forcimin e lidhjeve mes 2 vendeve. Ndërsa festojmë 250 vjet lirie, festojmë historitë e njerëzve si ata të cilët kanë punuar pa u lodhur për ta thelluar atë lidhje, për të forcuar partneritetin tonë ushtarak, për të ndërtuar lidhje tregtare që përrrisin begatinë e vendeve tona dhe për të qëndruar bashkë në mbështetje të vlerave të përbashkëta. Lidhja jonë është sot më e fortë se kurrë më parë, fal të gjithë juve. Faleminderit për partneritetin tuaj, mikpritjen tuaj legjendare shqiptare dhe angazhimin tuaj ndaj vlerave që ne ndajmë. Diplomatja përcolli mesazhin e qartë për bashkëpunimin e mbështetje. Ne do të vazhdojmë të punojmë së bashku për të ruajtur një botë ku mbretëron liria, të udhëhequr nga parimet e paqes nëpërmjet forcës dhe partneriteteve të ndërtuara mbi respektin e ndërsjellë dhe interesat e përbashkëta që ka parashtruar presidenti Trump. Të gjithë ju bashkuan urimit për ditëlindjen e 250 të SBA-ve. Gëzuar 250 vjet liri dhe shumë të tjera që do të pasojnë. Gëzuar ditëlindjen e 250 Amerikë. Gëzuar 4 korrikun. Në pritje munguan presidenti Bajram Begaj e kryeministri Edi Rama për shkak të angazhimeve jashtë vendit, ndërsa i pranishëm nuk ishte as lideri i opozitës Sali Berisha, të cilit vetëm pak ditë më parë SBA i hoqi sanksionin e ndalimit të udhëtimit.